Shikuesa ABC News ju përshëndes, unë jam Fabiola Hoxha, jemi së bashku në hapësirën Breaking News për të njohur me zhvillimet më kryesore të deritanishme. Këshilltari elektoral amerikan Sali Berishës është shkapur në faull nga gazeta britanike The Guardian në aktivitete lobuese të padeklaruara në Australi. Në kamerë të fshet, Chris Lachivita i ka pohuar dy gazetarëve britanik se po këshillonte një parti politike në Australi, një gjë që është mohuar nga vetë Partia Liberale Australiane. Duket se kjo ka ndodhur paralelisht me kohën kur Lachivita këshillonte edhe Sali Berishën në një kontratë që deri tani Partia Demokratike dhe Berisha kanë refuzuar ta bëjnë publike. Zhdukja e Lachivitës nga fushata e Berishës në Shqipëri nuk pas ka qenë rastësi, dhe këtë e ka zbuluar vetë fushatuesi amerikan, që pranon se ka dhe punë të tjera më të mëdha, dhe jo vetëm fushatën e Partisë Demokratike. Në një kurth të cilin ja përgatitën dy gazetarë të The Guardian të kamufluar si klient, konsulenti Trump u tha se kishte nisur punën si fushatues i Partisë Liberale në Australi. Isha në Australi 2 javë më parë duke ndihmuar Partinë Liberale atje me disa nga problemet e tyre strukturore që kishin me Peter Dutton. Gjërat duket se po lëvizin disi në drejtimin e duhur atje. Këto përpjekje janë të natyrës rreptësisht politike dhe nuk kërkojnë që unë të angazhohem me qeverinë e Shteteve të Bashkuara. Asnjë nuk e dinte që isha aty. Lachivita shtoi se zakonisht punon në fshehtësi, madje të njëjtën gjë kërkoi të bëjë edhe në Shqipëri, por nuk ja doli. Nuk jam i interesuar për vëmendje. Unë punoj me diskrecion. U përpoqja edhe në Shqipëri të mos kisha shfaqje, por aty shqiptarët kanë një tjetër mundësi. Vizita në Australi dhe puna si konsulent aty është konfirmuar nga vetë Lachivita, me gojën e tij në dy intervista, më 16 dhe 24 prill. Por një përfaqësues i Partisë Liberale në Australi ka mohuar kategorikisht që Lachivita të jetë konsulenti tyre, apo të ketë takuar Peter Dutton. Madje pas dy deklaratave edhe konsulenti amerikan e ka mohuar këtë, por në këtë rast ka përgënjeshtruar veten. Ai i tha The Guardian se në Australi kishte shkuar për të ofruar konsulencë disa bizneseve. Në 4 muaj Lachivita ka qëndruar vetëm 4 ditë në Shqipëri dhe ka mbajtur vetëm 4 fjalime të shkurtra, ndërsa her pas here shfaqet edhe në platformën Zoom. Mënyrën si vepron Lachivita ka ngritur jo pak pikpyetje edhe në Shqipëri. Diskrecioni i tij shfaqet edhe te kompleksi i Berishës për të publikuar kontratën dhe pagesën, ndërsa të dy mohojnë të jetë i përfshirë në lobimin në SBA me vlerë $6 milion. Chris Lachivita ka folur me demokratët nga Washingtoni, por kalon të kuptohet se për ta nuk ka lajm nga Amerika. Në një leksion flash, 7 minutësh, këshilltari elektoral i Partisë Demokratike thotë se ata duhet të fokusohen në atë që duhet të ndodhë më 11 maj. Shpresa e Lachivitës janë të pavendosurit, pa të cilët, thot ai, Partia Demokratike nuk mund të vi kurrë në pushtet. Është i shtrenjtë në tarifa, por i kursyer në kohë. 2 javë nga dalja e tij e fundit në fushat, Chris Lachivita u shfaq para kandidatëve të Partisë Demokratike, jo në Tiranë, por në Amerikë dhe vetëm 7 minuta. Këshilltari magjistar i koalicionit madhështor thotë se në Shtetet e Bashkuara të Amerikës po flitet më në fund për Sali Berishën, por atyre që presin që nga e premtja e deri në 6 maj të ndodhë mrekullia, u dha mesazhin se duhet të presin edhe ca. Ka një ndërgjegjësim edhe në Shtetet e Bashkuara për zgjedhjet që po vinë në Shqipëri, por lajmi i vërtet gjithsesi do të bëhet kur të fitojmë dhe të mposhtim Edi Ramën. Mesazhi i Lachivitës, i cili ka qenë gjithmonë më i sinqert se Berisha, kur vjen puna për raportet e doktorit me Washingtonin, është edhe kësaj radhe i qartë. Mrekullia më parë duhet të ndodhë në Shqipëri. Sali Berisha ka një rrugë të shpejtë të heqë në ngratën, i duhet të fitojë zgjedhjet në Shqipëri. Ndaj më shumë se të humbin kohë me ëndra të bukura dhe me gjell pasanikësh për te oqeanit, Lachivita u kërkoi kandidatëve të përqendrohen tek fushata. 4.1 kilometër. 4.1 milion euro. Gafat dhe ngatresat e doktorit apo dhe syzet Ray-Ban e kanë kthyer Sali Berishën nga një Trump shqiptar në një Biden memesh të Tiranës, ndaj dhe kryemagjistari u kërkoi demokratëve të përmbysin narrativën.
I'll start with the similarities between Do të filloj me ngjashmëritë mes Edi Ramës dhe Joe Biden, që të dy janë të paqëndrueshëm, që të dy e kanë shkatruar ekonominë dhe të dy do të humbasin në ditën e zgjedhjeve. and they both are going to lose on election day. Problem duken për kryemagjistarin edhe sondazhet. La Civita u përpoq të binë demokratët të mbyllin syt para tyre, por të përveshin krahët e të punojnë për të bindur të pavendosurit. And what I would challenge Mos harroni, kjo është thjesht matematik dhe ka të bëjë me të nxjerrurit e më shumë njerëzve për të votuar. Votuesit e pavendosur do të vendosin fatin e zgjedhjeve. Këta votues do të jenë më të prirur të na mbështesin. Nëse Edi Rama nuk e ka siguruar votën e tyre deri tani, nuk do ta sigurojë as në 10 ditët e ardhshme. Remember, this is simply math. And this is about turning Kris La Civita e ka evidentuar sakt. Në Shqipëri ka një numër të konsiderueshëm votuesish të pavendosur. Ata duan të votojnë kundër qeverisë. Problemi është se ata po ashtu janë të vendosur. Se alternativa e Ramës nuk mund të jetë Sali Berisha, i cili me Biden ka të njëjtat syze, moshën, por edhe gafat e këndshme publike. Por këshilltari amerikan është korrekt me detyrën dhe me kontratën e tij, të tjerat i vendosin shqiptarët në 11 maj. Sali Berisha ka komentuar për herë të parë lobimin $6 milion në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kryetari i Partisë Demokratike Landuart dhe duke ja lënë barën flamur nokës, thotë se kontrata nuk është e Partisë Demokratike, por e Fondacionit Shqiptaro-Amerikan. Sipas Berishës, kontrata nuk parashikon pagesën për La Civitën dhe nuk ka lidhje me zgjedhjet, por as pohoi, as mohoi nëse kjo kontratë është për heqjen e non gratës së tij. Një konferencë e lajmëruar si e jashtëzakonshme në një ditë kur pritshmëritë e demokratëve ishin të mëdha, sidomos për një sinjal nga ndërkombëtarët, ndoshta nga Amerika. Përshëndetje, mirë se vini të gjithë. Por gjërat këto kohë nuk ecin dhe aq vaj për doktorin, ngjecje, pritje dhe i ngotuj, por duket sikur dikush po pengonte të dilte lajmi i madh. Pa mundësit teknike të stafit, e lan doktorin të flasë për 5 minuta, me veten. Kjo rriti pritshmëritë, kur konferencës më në fund ju kthye zëri. Por përsëri, asnjë lajm nga Amerika. Lajm ishte rezoluta e partive si motra, për të cilat doktori tha se u lumturuan nga rikthimi i tij. Si ishte mirëpritur rikthimi i Sali Berishës? Çfarë falënderimesh mora unë nga miqtë dhe partnerët për vendimin që mora dhe punën që bëra për rikthimin. Unë 2 ditë Valencia kisha rikthimin tim më të fuqishëm politik, një nga rikthimet më të fuqishme politike në historinë. Sa i përket kontratës, sipas rregullit, topi është i imi, penalltina e gjuaj vet. Sali Berisha the urdhrin e vet dhe foli për herë të parë për kontratën $6 milion të lobimit, duke lartë duart nga vetja dhe duke ja lënë barën flamur nokës, por jo vetëm atij. Sepse nuk ishte Partia Demokratike, ishte fondacioni. Çfarë ka firmosur? Pranon shërbimin ka firmosur, zoti Noka. Pranon shërbimin, po jo pal kontraktuese, sepse kauzat e opozitës së vërtet janë të njëjta. Ndonë se Flamur Noka ka firmosur në emër të koalicionit Shqipëria Madhështore, një subjekt zgjedhor vetëm për këto zgjedhje. Doktori thotë se kjo kontratë nuk ka lidhje me zgjedhjet. Por a është heqja e non gratës qëllimi real i kësaj kontrate? Berisha mendon se heqja e non gratës së tij është misioni çdo shqiptari. Kanë krijuar një fondacion për të ndihmuar Partinë Demokratike. Po ata atë kontratë nuk kanë shkruajtur, por nuk kanë firmosur për veten e tyre. Domethënë për të ndihmuar ata vetën. Për të ndihmuar ata aq sa çdo shqiptar është fjala. Këtu s'ka asnjë lloj kontradikte. Kjo është e vërteta. Por ajo që Berisha pranoi është se për Kris La Civita qen ka një tjetër barë financiare, që Partia Demokratike do e paguaj nga xhepi i vet, një kontratë megjithatë që ai sërish refuzon ta bëjë publike. Kris La Civita është i kontraktuar për zgjedhjet, konsulent për zgjedhjet dhe për asgjë tjetër, se janë në ligje janë të ndryshme. Continental është i kontraktuar
avokati të kauzave të drejta të Partisë Demokratike, kurse Krisla Silita është kontraktuar këshilltar elektoral i Partisë Demokratike. Nuk lejohet që të bëjnë aktivitete që nuk parashikohen në kontratë. Pra Lacivita e ka të ndaluar të loboj për Berishën, por sërish, Berisha, kur ngulmon tek transparenca e kontratës së lobimit, i djeg drejtësia. Se Edi Rama ka dhënë në kontroll të plot drejtësinë, a i pet ishë reaguan ata, apo jo? A i pet. Sigurisht. Do ketë transparencë dhe gjëra. Presioni i fushatës ka filluar të ndihet edhe mbi politikanët duke bërë të lëshojnë nervat dhe deklaratat të çuditshme. Tomor Alizoti, ish diplomat dhe drejtues politike i Elbasanit, ka kërcënuar se do të hajë të gjallë ata që intimidojnë sipas tij votuesit. Alizoti u bë i famshëm 4 vite më parë në fushat kur në mënyrë të sinqertë shante veten e tij. Por kësaj radhe fjalimi i tij është mbështetur nga kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha, i cili ka sulmuar sërish Suel Çelën dhe bandën e tij rivale të fisit Çapja, të kandidates së tij demokrate në Elbasan. 10 ditë para zgjedhjeve të 11 majit, drejtuesi politik i Partisë Demokratike në Elbasan, Tomor Alizoti, ka lëshuar atë që mund të duket si një kërcënim direkt fizik ndaj kundërshtarëve. Një paralajmërim si ai i Xhelal Mziut, po në syt Berishës, që përfundoi me grushtat e demokratit. Ju maskarej, do t'ju ham të gjallë. Deklarata u bën librazht, vendlindjen e Taulan Ballës, kriptoniti i Sali Berishës në parlament, shpesh i akuzuar prej kreut të Partisë Demokratike si i lidhur me bandat. Tomor Alizoti nuk është i panjohur për deklaratat e tij të forta në fushat. 4 vite më parë, kur drejtonte Beratin, ai lëshoi në publik një kritik të sinqert ndaj vetes. Dilni, sepse unë jam i njëri si ju, rrokarën dhe unë. Në Elbasan të njëjtën, deklarata e tij kishte tone të tjera. Do t'ju ham të gjallë, nëse prekni demokratët, nëse veni mina, nuk do t'ju ndahemi kudo që t'jeni. Ju që doni të shkatërroni Shqipërinë, ju analfabet, ju maskarej, do t'ju ham të gjallë, mos guxoni t'ju shkoni njerëzve në përshpia natën, mos guxoni të fusni duart ditën e zgjedhjeve. Por kur vjen puna te kërcënimet, Alizoti e di se në Partinë Demokratike ka të tjerë që merren më seriozisht. Doktori jepi sepse ty të kanë më shumë frikë. Por këtë deklarat, drejtuar edhe bandave të Elbasanit, Alizoti e bëri para kandidates së fisit Çapja në Partinë Demokratike. Klodiana Çapja! Urdhri doktorit për të folur pak po zbatohet, por Berisha ja ktheu shkurt Alizotit, ja uli veshët dhe riktheu në Berat. Dashur zoti Tomor Alizoti, udhëheq politik i qarkut të Beratit, udhëheq politik i qarkut të Elbasanit. Sepse Berisha di vetë si sulmon bandat dhe kësaj radhe sulmoi kandidaten e Partisë Socialiste, të cilën e akuzon se mbështetet nga rivali i Çapjeve. Para 10 ditësh, Sueli ja bëri për spital shoferin. Dhe Tao, dhe Tao e qepi gojnë si i paqen, si ushtari Suelit, turp të ketë. Ja theu koskat, sepse nuk mbështeti Sara Milen. Duhet ndëshkoni këte bandë në votën tuaj. Dhe u garantoj ju se Suelin dhe Suel si a ju do shpallën terrorist me datën 12 maj. Në zgjedhjet e fundit parlamentare në Elbasan, 3 ditë para zgjedhjeve, u vran mbështetësi i Partisë Socialiste, Pierin Xhuvani, nga grupet e gatshme të Partisë Demokratike. Ajo vrasje frymëzoi edhe Xhelal Mziun Dibër, por Partia Demokratike mori shpejt masat për të tërhequr deklaratën. Në këto zgjedhje, deklaratat nuk po kthehen mbrapsht, përkundrazi, po i frymëzon vetë Sali Berisha.
Edi Rama e ka quajtur deklaratën e Alizotit si shpërthimin e një çyryku, duke aluduar ndaj kritikave që vetë mori pak ditë më parë kur përdori këtë term. Rama ndërkohë quajti partitë e reja si pasqyrë e keqe e Lëvizjes Socialiste për Integrim. Kreu Socialist thotë se ata janë të rinë në moshë, por jo në program. Rama thotë se kjo është një arsye më shumë për të votuar Partisë Socialiste, që thotë se garanton pasaportën europiane dhe drejtësinë. Edi Rama ju përgjigj Tomor Alizotit nga Kuçova, pikërisht në qarkun ku 4 vite më parë shërbente si drejtues politik. Deklarata e tij do t'ju ham të gjallë sipas kryesocialistit. Është portreti i asaj se çfarë realisht përfaqëson Partia Demokratike. Shikojun Ludovikun që bërtiste do t'ju ham të gjallë. Ua! Ludoviku, do t'ju ham të gjallë. Më vjen lloj mendime çuditshme. Do t'ju ham të gjallë. Tani qa është ky? Ky qa quhet ky? Qa quhet ky? Çyryk. Qa? Patjetër. Qa t'i bëjmë? Ata thonë jemi njisha. Ata në fakt janë njisha. Është absolutisht e vërtet. Po janë njisha në atë sensin që po diskutojmë këtu. Njëri më jashtëloje se tjetri. Më herët Rama u ndal edhe në Dimal, kryesocialisti i krahasoi partitë e reja me ish Lëvizjen Socialiste për Integrim, teksa kërkoi votën më 11 maj, pasi siç thot ai, çdo alternativë tjetër do të mbarte me vete edhe rrezikun për t'u rikthyer sërish në humner. E kishim një ndjes pas LSI që na ungatruan për këmbë dhe u kthye në nyje, në fyt. Për shqiptarët tani në vend që ta kujtojmë për 1 maj me që është dita e punëtorëve, edhe themi shqyqyr shpëtuam nga këta pegmarsit e vegjël, tani të tjerë thonë do shkojmë zgjedhje parakoshme. Kuptoni ju? Kuptoni? Të rinj. Çfarë të rinj? Të rinj në moshë, po. Rama tha se vota për numrin 5 nuk është vetëm për pasaportën europiane, por edhe si garanci për jetëgjatësinë e SPAK. Bufi Knetës e keni dëgjuar, del thot në 12 maj do shkris SPAK-un, do me thënë drejtësia do kthehet aty ku ishte, në kënetën e Bufit, që kur vriteshin njerëz poshtë dritares kryeministrit, prokurori nuk merrte dot në pyetje 3 drejtorë policie, dhe nga ana tjetër kryeministri dilte dhe e bënte prokurorin e përgjithshme lavire. Teksa e cilësoi programin e Partisë Socialiste si dëshmi e progresit që Shqipëria ka bërë drejt Bashkimit Evropian, një koment Rama e kishte edhe për Sali Berishën dhe kontratën $6 milion të lobimit në SBA. Do japim kaq, do japim aq, dini mirë ju se si janë lekët e Bufit. $6 milion nga këneta për të pastruar atë tatuazhin në ballë të Nongratës dalin, po ato paratë e tjera për popullin ato nuk dalin. SPAK merr në dorë dosjen e policisë për dhunën e ushtruar nga kandidati i Berishës Xhelal Mziu ndaj një zyrtari lokal në Dibër pas takimit elektoral. Blut e Dibrës e referuan ngjarjen për dhunim në zgjedhje të kryer në bashkëpunim. Prokuroria posaçme por verifikon pamjet filmike të incidentit në fshatin Ostren, por në ato shihet qartë se viktima e dhunës është zyrtari lokal, ndërsa dhunuesi është deputeti demokrat Xhelal Mziu. Në prokurorinë e posaçme kanë mbritur materialet për konfliktin fizik të ndodhur pak ditë më parë gjatë një aktiviteti elektoral në Dibër, ku i përfshi rezulton deputeti demokrat Xhelal Mziu, bashkë me nipin e tij teksa dhunuan zyrtarin e njësisë administrative të Ostrenit, Kalosh Murën. Policia referoi ngjarjen për veprën penale të dhunimit në zgjedhje të kryer në bashkëpunim, ndërsa SPAK po kryen veprime për të vendosur nëse do të regjistrojë këtë kallëzim penal apo do të transferojë atë në prokurorinë e Dibrës. Deri më tani prokuroria thotë se po verifikon pamjet filmike të incidentit. Megjithatë, materiali filmik tregon qartë se viktimë e sulmit ka mbetur zyrtari lokal i bashkisë, që është sulmuar nga deputeti demokrat Mziu dhe nipi i tij. Përveç materialit policor, në prokurori ka depozituar kallëzim edhe deputeti demokrat, që pretendon se është ai personi dëmtuar, ndërsa kallëzim në prokurori ka dërguar edhe një qytetar, që pretendon se është dhunuar nga Mziu gjatë incidentit.
Veprimet hetimore po kryen nga prokurori i posaçëm Elvin Gokaj, i cili është caktuar në qarkun Dibër për të hetuar krime zgjedhore apo për të monitoruar këtë zonë ditën e zgjedhjeve parlamentare. Ndërsa në ditën në vijim pritet që Gokaj të marrë në shqyrtim 3 kallëzimet dhe më pas të kryej veprime si dhe të therras personat e përfshirë apo që ishin prezent në vendngjarje në cilësinë e personave që kanë dieni. Incidenti u shënuar në 24 prill pas një takimi elektoral të zhvilluar nga Partia Demokratike në fshatin Ostren. Bashkimi Evropian përgënjeshtron një shkrim të portalit të familjes së Berishës, sipas të cilit ambasadori i delegacionit në Tiranë ka ndërhyrë në raportin paraprak të OSBE-ODIR-it për të hequr disa emra që synonin mazhorancën. Në reagimin e tij, delegacioni kujton se dezinformimi dëmton besimin e publikut. Disa ditë më parë, Grenell dhe djali i presidentit Trump përgënjeshtruan një tjetër shkrim në portalin e drejtorit të komunikimit të Sali Berishës. Edhe Bashkimi Evropian ka hedhur poshtë një tjetër shkrim të publikuar nga portali familjes Berisha Syri.net, në të cilin thuhej se ambasadori Silvio Gonzato ka ndërhyrë për të hequr emra nga raporti paraprak i OSBE-ODIR-it. Në një reagim në rrjetet sociale, delegacioni i Bashkimit Evropian në Tiranë jo vetëm që quan të pavërtet, por i kujton demokratëve se dezinformimi dëmton besimin e publikut. Artikulli publikuar nga Syri.net që pretendon se delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri apo ambasadori ka ndërhyrë për të hequr emra nga raporti paraprak zgjedhor i OSBE-ODIR është i pavërtet. Raportet e vëzhgimit zgjedhor të OSBE-ODIR janë të pavarura, të paanshme dhe bazohen vetëm në gjetjet e verifikuara nga ekipet e tyre vëzhguese. Dezinformimi mund të dëmtojë besimin e publikut në proceset demokratike. Ky nuk është rasti i parë kur ndërkombëtarët përgënjeshtrojnë mediat pranë Sali Berishës. Të hënën edhe njeriu i afërt i Donald Trump, Richard Grenell, u detyrua të përgënjeshtrojë një shkrim të portalit të drejtorit të komunikimit në Partinë Demokratike, Alfred Lela, në të cilin përmendej si lobist i Ramës për 2 takime me djalin e presidentit amerikan. Postimi i cili u ripostua edhe nga Trump Jr., duke konfirmuar hapur se tek ai nuk ka lobuar askush për të takuar apo darkuar me Ramën, duke e cilësuar shkrimin një gënjeshtër të madhe. Mirë, do të jemi në këtë momente me kolegun Ermal Via, pas ditën e sotme është paraqitur Ajola Xoza në respektim të masës caktuar ndaj saj detyrim paraqitje. Ermal. Po Fabiola, ditën e sotme në prokurorinë e posaçme është paraqitur bashkëshortja Erion Veliajit Ajola Xoza, ndaj të cilës prokuroria po zhvillon hetime për akuzën e korrupsionit dhe pastrimit parave në lidhje me hetimet e nisura ku i përfshi rezultat dhe kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj. Ndaj saj, gjykata e posaçme me kërkesë të prokurorisë ka caktuar masën e detyrimit për të paraqitur në prokurori dhe në zbatim të kësaj mase është paraqitur këtë të premte në ambientin e prokurorisë së posaçme. Nga ana tjetër, Veliaj vazhdon të mbahet i izoluar në qeverisjen e paraburgimit, ku më herët ka refuzuar lirimin e tij qoftë gjykata e shkallës së parë, qoftë dhe gjykata e apelit. Do të shohim në fakt se dosja është drejtuar për rekurs në gjykatën e lartë dhe më pas do të jetë, po themi, kjo gjykatë që do të marrë një vendim në lidhje me kërkesën për lirimin nga qelia të Veliajit. Ndërsa Xoza fillimisht u hetua në masën e arrestit shtëpiak, por me vendim të gjykatës së apelit, asaj u ndryshua kjo mas sigurie nga arrest shtëpie në detyrim për të paraqitur në prokurorinë e posaçme. E kuptoj. Mirë, Ermal, faleminderit për këtë raportim të drejt për drejt nga prokuroria e posaçme, ndërkaq kalojmë tek një tjetër zhvillim. I arrestuari si bashkëpunëtor për vrasjen e Renato Hoxhaj në Vlorë Ervis Mehmetaj ka qenë mik me Roan Brahimin, por nuk dihet nëse ka lidhje me ngjarjet e 2 javëve më parë në Lezhë dhe Lundër. Mehmetaj nuk pranoi se ka lidhje me atentatin ndaj Hoxhajt, por pranoi se makina e përfshirë në vrasje ishte e tij. Hetuesit po hetojnë të gjitha lidhjet e tij me elementet e botës së krimit në Shqipëri dhe jashtë vendit. Eris Mehmeti me origjinë nga Tropoja, i vetmi arrestuar për ekzekutimin e Renato Hoxhës në Vlorë me 27 prill, rezulton të ketë pasur lidhje miqësie me Roan Brahimin, të ekzekutuar një vit më parë në Athinë. Hetuesit po skedojnë lidhjet e Eris Mehmetit, si me Roan Brahimin, por edhe me personazhe të tjera të botës së krimit që dyshohet se fshihen në Dubai, për të zbuluar nëse kanë lidhje me porositjen e vrasjes së Renato Hoxhës. Po ashtu në skedaret e policisë, emri Roan Brahimit ka qenë i lakuar shpesh për lidhjet e tij me një grup që operon në qytetin e Vlorës, por deri më tani
tani, Eris Mehmeti ka mohuar që të ketë gisht në vrasjen e Renato Hoxhës. Ndërkohë hetuesit e kanë ballafaquar Eris Mehmetin me një automjet, të cilin ai ka pranuar se është i njëjti dhe se këtë automjet ja ka lënë në përdorim një miku të tij, por nuk e di se çfarë ka bërë me të. Ky automjet sipas policisë është përdorur nga ekzekutori Renato Hoxhës dhe më pas është larguar deri në Ksamil. Nga dyshimet që ka policia besohet se automjeti mund të jetë shmontuar në një pikë skrapi. Pista për vrasjen e Renato Hoxhës dyshohet të jetë për hakmarrje. Sipas të dhënave të siguruara deri më tani nga grupi hetimor, dyshohet se Hoxha ka qenë i përfshirë në një ngjarje kriminale të ndodhur kohë më parë në qytetin e Florës, një ndër ngjarje që po hetohet se mund të jetë përfshirë Renato Hoxha. Është edhe vrasja e Gzim Sinomatit, djali i Sokol Sinematit, i njohur ndryshe me pseudonimin Sokol Buzderi. Një tjetër detaj në dosjen e policisë është edhe fakti se Hoxha kohët e fundit kishte filluar që të ruhej apo i druhej një atentati, pasi kishte montuar kamera sigurie në banesën e tij. Të njëjtën gjykatë e Vlorës la në burg Eris Mehmetin, si të dyshuar për sigurim kushtesh për të kryer vrasje dhe për krahje e autorit të krimit. Dalim me njerë tek një lajm i fundit, një ngjarje e rëndë ka ndodhur pak minuta më parë në qytetin e Shkodrës, bëhet fjalë për një vrasje, mbi ato detajet dhe për çfarë më konkretisht bëhet fjalë kolegu Simon Shkreli, do të jetë në këtë moment një raportim të drejtë për drejtë. Simon. Çfarë ka ndodhur? Unë ndodhem këtu në vendngjarje, pak minuta më parë mësohet se ka ndodhur një vrasje ku një turist i huaj pasi ka vrarë bashkëshorten, ka vrarë dhe veten. Ngjarja ka ndodhur në qendër të qytetit të Shkodrës, në afërsi për të orientuar dhe për të rishikues në afërsi të kishës franceskane në një rrugicë aty pranë. Nuk dihet ende, nuk kemi identitetin e dy të shtetasve, dy viktimave të huaja, por ajo që dihet të paktën nga informacione, nga burime nga policia, kemi të bëjmë me fillimisht mësohet se çift kanë qenë çift, ku bashkëshorti ka vrarë fillimisht gruan e tij dhe më pas ka vrarë dhe veten. A dihet se me çfarë, Simon? Me armë zjarri. Me armë zjarri. Kështu raportohet. Kështu paktën këto momente, duke qenë se jemi minutat e parë dhe sapo është marrë vesh lajmi dhe sapo kemi arritur të në vendngjarje. E kuptoj. Besoj se në edicionet e tjera do të kemi më shumë detaj, në fakt se nga vinin turistët, do të shohim, Simon, unë po t'jap kohën e mjaftueshme të marrësh më tepër detaj, më tepër informacion për këtë ngjarje kaq të rëndë që ka ndodhur në Shkodër, do të shkëputemi bashkë këtu për të kaluar në fakt një shkëputje shumë të shkurtër, por sigurisht kur të kthehemi do ndalemi edhe një herë tjetër te kjo ngjarje. I rikthehemi edhe një herë vrasjes që ka ndodhur vetëm pak minuta më parë në Shkodër. Kolegu Simon Shkreli ka të tjera detaje, lidhemi me një herë me të përgjithësuar. Po, Simon, çfarë ke mundur të mësosh sa i përket viktimave apo personave që janë përfshirë në këtë ngjarje? Janë një çift bashkëjetuesish, turistë të cilët kanë ardhur nga Florida e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe ka disa ditë që ndodhen në Shkodër, ende është e paqartë cilat kanë qenë arsyet, por që mësohet se ka fillimisht 57 vjeçari, pra bashkëjetuesi ka qelluar me thik duke lënë të vdekur bashkëjetuesen e tij 53 vjeçë dhe më pas ka tentuar të vrasë dhe veten duke prerë damaret. Ka pasur sinjalizime duke qenë se godina, shtëpia e cilën është marrë me qira, pra lëshohet me qira, por edhe monitorohet nga kompanitë e sigurimit të objekteve të ndryshme nga SHRSF-t dhe të cilët me njëherë kanë parë se diçka nuk shkon, kanë njoftuar edhe policinë, të cilët kanë bërë në vendngjarje. 57 vjeçari është dërguar në spitalin rajonal të Shkodrës dhe ndodhet në gjendje të rëndë për jetën. Duke qenë se koha nga cila ai ka tentuar të presë damarët dhe deri në momentin që është marrë me ambulancë dhe dërguar në spitalin rajonal të Shkodrës ka kaluar goxha, ndërkohë që 53 vjeçaria ka mbetur e vdekur si shkak i goditjes në thik. A dihet prej sa kohësh qëndrojnë në Shqipëri? Po kishin rreth një javë, të paktën sipas informacioneve të para, që ndodhen në Shqipëri, janë turistë, kanë marrë një shtëpi me qira përmes bookingut që lëshohen zakonisht sidomos gjatë sezonit verës, por gjatë gjithë kësaj periudhe. Kanë marrë shtëpinë me qira, ndodhet fare pranë zonës në kufi, pra të lagjes së Gjuadolit dhe zonës Muzalit, qytetit Shkodrës.
në afërsi të kishës franceskane dhe qendrës së qytetit, kanë qëndruar këtu rreth një javë dhe siç duket kanë pasur debate dhe konflikte që kanë çuar deri tek kjo ngjarje shumë e rëndë. E kuptoj. Mirë, Simon, faleminderit. Faleminderit edhe një herë për këtë informacion që përsoi sa i përket kësaj ngjarje të rëndë ku dy shtetas të huaj, një prej tyre ka mbetur i vrarë, bëhet fjalë për 53 vjeçaren, qelluar me thik nga bashkëshorti i saj 57 vjeçar amerikan. Faleminderit Simon. Ishte gjithçka e përgatitur edhe për Breaking News. Unë ju kujtoj të klikoni në webin ton abcnews.al për të tjera zhvillime, në radio gjithashtu na ndiqni në frekuencat 105 FM. Pas pak do t'jeni me kolegen Kassandra Pali në hapësirën Shqipëria Sot, qëndroni me ABC.